Aktet nënligjore që bëjnë funksional ligjin e dekriminalizimit janë vonuar nga opozita. I këtij qëndrimi është deputeti socialist Ulsi Manja, antar i Komisionit të Posaçëm për dekriminalizimin, i cili thotë se PS i ka lënë dorë të lirë PD-s për hartimin e këtyre akteve, një prej të cilëve dhe formulari vedeklarimit. Manja i quan absurd kërcënimin e PD-s me bojkot në raste të njëjtën nuk votojnë këto nisma. Absurditet. Po vazhdon, nuk e kuptoj vonesën sepse nuk kanë ardhur akoma aktet nënligjore, sepse me përgatitjen e kuadrit nënligjor po merren ekspertë të opozitës. Qasja jon ka qenë e tillë, për sa kohë ne e dham vullnetin për miratimin e këtij ligji dhe të paketës së ndryshimeve kushtetuese në funksion të tij, unë nuk e kuptoj vonesën pse s'kan ardhur akoma aktet nënligjore. Procesi marr tërësisht nga opozita përsipër. Di që zoti Bylikbashi po punon me përgatitjen e akteve nënligjore me ekspertët e të dy palëve, se di pse nuk kanë ardhur akoma. Por bojkotimi i punimeve të kuvendit me një pretekst të tillë më duket absurditet. Kërcënimi për bojkoti i demokratëve vjen fare pranë afatit limit që maxhoranca ka përcaktuar për të miratuar reformën në drejtësi, që është pikërisht marsi. Se bepi akteve nënligjore po themi bëhet në funksion të shmanges nga reforma në drejtësi, kjo do të ishte një gabim fatal për opozitën, sepse për reformën në drejtësi ka në parim një dakordësi të plot që është e domosdoshme reforma në drejtësi në Shqipëri. Ligji i dekriminalizimit dhe një paketë ndryshimesh kushtetuese që lidheshin me të hynë në fuqi në 7 janar. Sipas tij, kuvendi kishte 2 muaj kohë pas këtij momenti për të miratuar aktet nënligjore që e bëjnë efektiv ligjin. Armando Prenga është përjashtuar nga Partia Socialiste, qysh ditën që u gjendej përzier në konfliktin famkeq të Laçit. Ne nuk pritëm as prokurorin, as gjykatën për të përjashtuar deputetin nga radhët tona, ndërkohë që Partia Demokratike të ndaluarit dhe të dënuarit e radhëve të saj për korrupsion i ka shpallur të persekutuar politik. Dhe tani që po afron dita që reforma në drejtësi votohet, opozita po fillon sërish avazin e vjetër të bojkotit.